Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Vëllezër dhe motra, të gjitha të këqijat vinë prej mungesës së adhurimit. Manen mend. Allahu në surën Rahman përmend 31 herë të njëjtin ajet kuranor. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Vërtet, pas këtë të mirave që pjo jep, shumë pak po falenderoni o njerëz. Allahu thot, sikurse të më falenderoni, do t'ja ushtoja. Kur thot i lumi Allah, do t'ja ushtoja. Kjo i përfshin të gjitha. Edhe riskun, edhe shëndetin, edhe të mirat familjare. Mos harroni, përkujtoni sa ma shumë të lumin Allah xhaleshanuhu. Se zemra pastrohet në 4 verzione. Në bazë syve, në bazë gojës, në bazë vezhve, edhe në bazë mendjes. Mos shiqoni në sene të këqija. Mos folni fjalë të këqija. Mos ndëgjoni fjalë të këqija. Edhe mos mendoni keq. Kështu pastrohet zemra. Kundërtën, zemra ndytet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është një pjesë e mishit, kur o mirë, këtë trupi o mirë. Pra, keni kujdes të madh ndaj zemrës. Adhuroni të lumin Allah sa ma shumë, nëse doni zemra me ju pastrue. Atëherë kini me ndi aromën e imanit, do t'jeni shumë më të lumtur. Amin.